Në sheshin qendror të qytetit të Laçit u zhvillua panajiri tradit mikpritje kulinari, një festë që bashkoi breza të ndryshëm dhe krijoi kujtime të bukura për komunitetin. Qëllimi i aktivitetit ishte jo vetëm prezantimi i traditës kurbinase, por dhe promovimi i saj nëpërmjet artës së itinerareve turistike dhe dokumentimit të recetave tradicionale në një libër unik. Panajiri u organizua nga Bashkia Kurbin dhe ALCDF në kuadër të një programi i financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga UNOPS dhe MEKI. Në stendat e ngritura u ekspozuan prodhime dhe gatime tradicionale të zonës, të cilat tashmë njihen dhe në tregun evropian. Në fjalën e saj përshëndetëse, kryetarja e Bashkisë Kurbin Majlinda Cara theksoi se turizmi mbetet një prioritet zhvillimi për Kurbinin, fal natyrës së mrekullueshme dhe traditës së pasur që ruhet me fanatizëm. Ky aktivitet kulturor dhe kulinar u prit me interes të lartë dhe u vizitua nga shumë qytetarë, duke shndruar qendrën e Laçit në një hapësirë të gjallë promovimi për trashëgiminë lokale.